Aq më mirë. S'ka rëndësi, nuk ka ndonjë diferencë. Të shikojmë se si do ecë si ngjarje. Në bazë të dhënave të mia, Rama është i trembur dhe unë e pash edhe në një kështu intervistë që dha. Sa? Por historia, unë di se çka ndodh në botë në gjendje të tilla, kryeministrat janë të iluminuar me ashtu masë të madhe të aftësisë politike, kanë ndërheqën. Jo për të ikur, por për të rikthyer më të fuqishëm. Por ku është frika? Nuk flas për gjendjen këtu. Ku ka qenë frika? Në flas historikisht. Po. Ai që do vi si zëvendës është më i aftë se ai kryetari që iku? Kjo është pyetja. Se nëse del një më i aftë, ka përplasje për pushtet brenda dhe kjo e dëmton lëvizjen. Megjithatë duhet të presim se këto nuk janë ngjarje që kanë ndodhur këtu, por mund të përsëriten edhe këtu. Disa pika të ngjela kanë qenë publike tani më. Për shembull, dorëheqja e kryeministrit Rama. Kjo është më tepër vullnet në raport me atë çfarë ndodh. Krijimi i qeverie tranzitore, kanë thënë ata të cilët e drejtojnë këtë protest, pa asnjë figurë politike. Ju besoni që mund të ndodhë një gjë e tillë me një mandat 1 vjeçar për të pastruar, ka thënë ata, të gjitha lidhjet me politikën e vjetër? Është e mundur kjo? Zotri, Shqipëria nuk është monarki që e ka mbretin. Është republikë demokratike parlamentare. Forca është në parlament, zotri, dhe shumicën në parlament e ka PS-ja. Çfarë të dojë bën? Se ka 83 deputet. Të shohim se si do të organizoj aksionin politik në kontinuitet, në vazhdimsi, Partia Socialiste. Të tjerët s'kan asnjë vlerë. Nëse ndodh kanë fjalën s'kan vlerë vendimarrëse. Kjo e ka vlerën vendimarrëse, kjo bën çfarë doj. Bile kjo me 1 deputet ose me 2 deputet ndron kushtetutën. Ta dini. Po nuk ka interes se kushtetutën vetë kanë bërë. Pra, po unë thash për të treguar se sa e madhe dhe ku është forca e 83 deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë.